Qeveria ka përcaktuar dje mënyrën se si do të kryhet pagesa dhe çmimet e tokave që janë zënë nga qytetarët për të ngritur shtëpi pa leje. Gjithashtu ka sqaruar se cilët janë kategoritë që nuk do të paguajnë dhe kush do të ketë lehtësira. Po ashtu janë përcaktuar dhe mënyra dhe afatet e pagesës së parcelës ndërtimore, si dhe përqindjet e përdorimit të bonove të privatizimit dhe si do të bëhen pagesat. Poseduesit e ndërtimeve pa leje që kanë statusin e invalidit, paraplegjik dhe ose tetraplegjik, i falet detyrimi financiar për vlerën e parcelës. Për poseduesit e ndërtimeve pa leje që kanë në përbërjen familjare persona me këtë status, detyrimi financiar për parcelën ndërtimore zbritet në masën 50% nga vlera e llogaritur, ndërsa për poseduesit e ndërtimeve pa leje që janë subjekte të ndihmës ekonomike, përfitojnë zbritje në masën 30% nga vlera e parcelës. Sa i takon pagesës, nëse pagesa e vlerës së parcelës ndërtimore kryhet menjëherë, përfitohet zbritje prej 20% nga vlera e mbetur e detyrimit. Kjo zbritje përfitohet edhe për vlerën e parcelës ndërtimore për objektet e dyta pa leje. Nëse objekti dëshmon se brenda një viti nga data e njoftimit mbi pagesën e parcelës ndërtimore ka kryer rregullisht lyerjen e detyrimeve të furnizimit me energji elektrike, falet në masën 10% vlera e garancisë. Qeveria ka përcaktuar gjithashtu çmimin dysheme dhe tavan për trojet e zëna në fshat dhe në qytet. Kështu për ndërtimet në fshat, çmimi për metër katror nuk do të jetë më i vogël se 400 lekë për metër katror dhe jo më i lartë se 1500 lekë për metër katror, ndërsa për ndërtimet brenda territorit administrativ të bashkive, çmimi për metër katror nuk do të jetë më i ulët se 500 lekë për metër katror dhe jo më i lartë se 2000 lekë për metër katror. Në procesin e ri të legalizimeve, përfshihen edhe vetë deklarimet e vjetra, çka do të thotë se ata që kanë bërë vetë deklarimin më herët, përfitojnë nga lehtësitë e miratuara dje në qeveri. Gjithashtu edhe ata që kanë marrë faturën por nuk e kanë bërë pagesën e truallit, do të përfitojnë nga çmimet dhe favorizimet e vendimit të dieshëm. Qeveria ka vendosur përgjysmimin e vlerës së tokës së blerë që do të legalizohet. Vlera e tokës mbi të cilën është ndërtuar banesa, deri në 50% të vlerës, mund të bëhet edhe me bono privatizimi, ndërsa nëse pagesa bëhet brenda 45 ditësh nga marrja e saj zyrtarisht, do të ketë ulje edhe 20% të vlerës, por nëse kalohet afati, lehtësimi nuk aplikohet.